Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët, mirë se po takohemi. Ja është mësimi numër 7, leksioni numër 7 nga Three Angel Message, nga pastor Stefan Born dhe Bashkia Adventiste e Kosovë. Pra lajmi i Tre Angelëve, sonte kemi temen numër 7, Misteri Babiloni Madh, A Mystery Great Babylon. Pra, dhe natyrisht si gjithmonë e kërkojmë prezencën e Zotit dhe udhëheqjen, pa të jemi askush dhe asgjë, plotësisht të pafuqishëm, por ai është mësuesi, udhëheci dhe lideri ynë, andaj e kërkojmë ndihmën e tij, udhëheqjen dhe udhëzimet dhe mësimet. Kthejmë për një moment kështu dhe ju përshëndesim edhe kështu live, ju ftojmë që kudo që jeni, lutem të përulim kokën dhe të ftojmë prezencën dhe ndihmën e Zotit. O Zoti i Madh Gjithëpërshtatshëm, deri lavdia takon ty. Faleminderit për këtë serial, faleminderit për këto ligjërime, mësime janë tuat, o Zot, nuk janë tonat, ne jemi vetëm të privilegjuar që ti mund të na përdor. Na udhëheq o Zot, bekoj ata që do t'i dëgjojnë tani apo më vonë, si do qoftë, të kuptojnë zbulimet tua, na mëso, na udhëheq, na fol, na beko familjet, shëndetin, jetën, financat, kohën, çdo gjë le të jetë në dorën dhe mëshirën tënde. Ndera lavdia takon ty, në emrin të Atit, Birit të Frymështit. Amen. Pra, si zakonisht e kthejmë atje që të mund të përcjellim tekstet dhe ndonjë ilustrim. Pra tani është në radhë Angeli 2, ju kujtohet Angeli parë, mësimi 1 deri 6, tani është sot i 7. Angeli parë ka të bëjë flet për gjyqin, erdhi ora gjyqit tij, për shejtorin, shëndetin, krijimi, adhuroni atë i cili bëri qiellin dhe tokën dhe ditën e 7 që po shoj. Pra, është hyrje dhe një rishikim sipas pastor Stefan Bornit. Mesazhi i angjëllit të parë shkon te çdo komp, fis, gjuhë dhe popull, të njëjtit mbi të cilët qëndron Babilonia. Qëllimi është të therras popullin besnik të Perëndisë të dalë nga Babilonia. Kjo është poenta e tërë asaj. Tani kemi të bëjmë me angjëllin e dytë, pra, i cili flet për ramjen e Babilonisë, vera, gota e mbushur, e droguar, mësime, doktrinat krishtëre, krishtërimi i devijuar. Nuk kemi të bëjmë me fillim të Zanafila 19, kapitulli 19, vargu 1 deri 9, ju kujtohet kur populli e ndërtoi kullën e Babilonit, e Babelit, Babel të lëvi dhe Zoti bëri që të ndryshojnë gjuhët e tyre, por ndërtuesit e Babelit është një sistem i përqendruar tek njeriu që e lëvdran njeriu përpiqet të shpëtojë veten dhe të arrijë në parajsë nëpërmjet përpjekjeve të tij dhe që përpjekjet të përndjek të gjithë ata që adhurojnë Perëndin e vërtet dhe t'i binden atij. Pra, kjo është çështja dhe këtu është puna. Andaj ne do të flasim për Babilonin, e cila është nga Danieli. Pavarësisht të gjithë gjuhëve, Babilonia e kohës së fundit do t'i ribashkoj të gjitha kombet, gjuhët e popullit në rebelim kundër Perëndisë. Pra nuk është çështje e thjeshtë, është shumë serioze dhe delikate dhe duhet të jemi të njohtuar rreth kësaj, jo rastisht edhe ne tani këto e kemi këtë seri. Studioni këtu disa aspektet zbulesës 17, se si mbretërit, prostituta, ujrat, tregtarët janë të gjithë në të njëjtën faqe, por e njëjta gjë do të ndodhë me Babilonin e kohës së fundit, si me kullën e Babelit të gjithë do të shemben. Pra,
ki frikë nga Zoti dhe respekto të gjitha që na shtyen dhe na shpien që ti respektojmë 10 urdhërimet, jepini lavdi Zotit, pasqyroni karakterin e tij të bukur në jetën tonë dhe kujdesuni për trupat dhe mendjet tuaja. Gjykimi ndodh në qiell para ardhjes së dytë dhe ne jemi tani në të. Janë të vdekurit mbeten në varret e tyre, ndërsa gjykohen nga ajo që është në libra dhe shpërblehen kur të vijë Jezusi. Pra nuk shkojnë as në ferr as në parajs, siç e thuan dhe pretendojnë shumë njerëz. Kështu që ata tani nuk janë as në qiell as në ferr. Ne duhet të adhurojmë Krijuesin, duke mbajtur të shtunën e tij të shenjtë. Kjo është një rezime, një zanafill dhe lexojmë së bashku nga Zbulesa 14, kishin vargun 6 dhe 7 në trajtim nga 1 deri në 6. Tani tek mësimi numër 7, leksioni numër 7 kemi bëj me angjëllin e dytë. Pastaj një tjetër angjëll shkoi pas tyre duke thënë: ra, Babilona, qyteti i madh që ju ka dhënë të pinë të gjitha kombeve verën e zemrimit të kurvrimit të saj. Është lajmi i angjëllit dytë. Dhe këto do të 3 predikimet e ashme do ta kemi këtë temë. Pra, ju përshëndesim edhe juve që po na dëgjoni dhe nga kisha ungjillore, Jeta në begati, Gjakov, amen, përshëndetje edhe juve, vëllezër dhe motra të nderuar, bekimet e Zotit ju dëshirojmë edhe mirëseardhje. Çfarë është Babilona? Është pyetja. Çfarë është vera e Babilonisë, çfarë është kurvëria e Babilonisë, pra shprehje jo shumë e këndshme, por e vërtet. Është e bukur që Bibla çdo gjë quan me emër të vërtet ashtu se siç është, dhe perandoria neo-babilonase që kemi të bëj pra me këtë. Zbulesa 13:2 mbështetet tek Danieli 7 dhe Zbulesa 13 19 deri në 18 mbështetet te Danieli 3. Përfshi këtu historinë e Danielit, ku kemi një dekret fetar nga pushteti politik, imponim dhe adhurim të rrem. Ju kujtohet ishte urdhra që të përulet statues që Danieli dhe shokët e tij refuzuan. Shkelja e urdhërimeve të Perëndis dhe përsekutimi i atyre që nuk i ndjekin, nuk i përfillen Babilonisë dhe urdhrave të saj, po përkundrejt asaj, ashtu si e Danieli dhe shokët e tij, ju kujtohet e kemi thënë. Zbulesa 16 mbështetet te rënja e Babilonisë, ashtu siç thot te Danieli 5, kur ra Babilonia te Danieli 5 dhe mbretëria tjetër medo-persiane, madje edhe ai shkrimi në mur, ju kujtohet. Martesa e Perëndis me Izraelin, shumë interesant dhe një metafor, një shembullim shumë i praktik. Pra, Zoti flet për dashurinë e tij ashtu siç duhet të jetë në një martesë mes një burri dhe grue. Perëndia propozon martesë dhe u bë thirrje atyre të jenë të ndryshëm, të veçantë, unik dhe të bindur. Pra, këtu është çështja, Zoti dëshiron të jemi besnik, të ndryshëm, të veçantë dhe të bindur ndaj tij. Kurse Egzodi 19:4-6 thot: ju e pat atë që u bëra egjiptianëve dhe si ju mbajta bikrat shqiponjash dhe ju solla pranë meje, thot Zoti po për popullit hebre. Prandaj, nëse do t'i bindeni vërtet zërit tim dhe do të mbani beslidhjen time, nëse kushtimisht, atëherë do të jeni një thesar i veçantë për mua mbi gjithë popujt. Unë i kam kriju të gjithë popujt, po tani juve ju bëj një thirrje të veçantë dhe një trajtim të veçantë, sepse të gjithë toka është e imja. Dhe ju do të jeni për mua një mbretëri priftërinjësh, një komb i shejt. Këto janë fjalët që do të thuash bijve të Izraelit, i thot Zoti Mojsiut, kështu thuaj popullit. Dhe Izraeli tha po,
në thirrjen e Zotit, Izraeli tha po, unë do jam besnik Zotit dhe lexojmë. Exodi 7:19-7-8 thot kështu Mojsiu erdhi dhe thiri pleqët e popullit dhe u paraqiti atyre të gjitha këto fjalë që Zoti i kishte urdhëruar. Atëherë gjithë populli u përgjigj së bashku dhe tha: ne do të bëjmë të gjitha ato që ka thënë Zoti. Kështu Mojsiu ia solli fjalët e popullit Zotit. Pra, populli u betua që do të bëjmë të gjitha shka ka thënë Zoti, do t'i bindem. Klauzula motivuese të desha, të shpengova dhe jam martuar me ty. Jam martuar me ty, shumë interesante dhe shumë e veçantë kjo punë dhe shumë e ndjeshme afër zemrës. Kurse Zoti 20:1-2 thot, dhe Perëndia i tha të gjithë këto fjalë duke thënë: unë jam Zoti Perëndia yt që të nxorri nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Unë jam ai dhe ligjin e besnikërisë ndaj betimit martësor, cili ishte 10 urdhërimet. Zoti i shkroi me dorën e vet dhe ja ne nuk do t'i lexojmë tani 10 urdhërimet, duke ditur dhe shpresuar që i njohim, nëse jo ju lutem lexoni tek Exodi 21-17, urdhra parë, 2, 3 dhe deri në 10. Pra, këto janë ato 2 pllaka që Zoti i tha: ndero prindin, mos vraj, mos vjedh, mos bëj moral, mos dëshmorajshëm, mos lakmo. Përkundrejt urdhra parë, keni Zot, mos ndërto figura, piktura, mos e merr emrin e Zotit kot dhe të bie në mend dita 7 për ta shejtruar. Pra, Zoti shkroi me dorën e vet të gjitha këto urdhërime dhe në 2 pllaka guri, dhe këto nuk janë shkëputur. Ju i keni dëgjuar me siguri dhe dëgjohen shpesh ato teori tani të vjetra që ligji i Zotit të shkëputur, ne jemi në mëshirë, Jezusi i ka mbajtur të urdhërimet, e ka shkëput ditën e shtunë, e kështu me radhë, çka nuk është absolutisht biblike. Dhe Zoti bëri një martesë me kontratë, cila ishte, lexojmë te Jeremia 31, vargu 32, dhe thot: jo si beslidhjet që kam vendosur me etërit e tyre ditën kur i zura përdore për t'i nxjerrë nga vendi i Egjiptit, sepse ata e shkelen beslidhjen time, ndonëse unë isha Perëndia i tyre, thot Zoti. Ju kujtohet që Zoti me mrekulli të paparave dëgjuara nxori popullin nga Egjipti pas robërisë së gjatë 430 vitesh. Mjerisht ata nuk e beslidhjen nuk e mbajten si duhet. Kurse Ezekieli 16:8, kur kalova përsëri pranë teje, ju lutem, lexojeni tër kapitullin e Ezekielit 16, është shumë interesant. Më kujtohet kur e kam lexuar parë herë, disi shumë prekse, shumë ashtu me pothuajse që vështirë mund ta konceptoj trurin. Çfarë thot? Zoti i flet popullit dhe thot: kur kalova përsëri pranë teje dhe të pash. Koha jote ishte kohë dashurisë. Ishe si vajzë e re kur çuni ri, kur është koha dashurisë. Kështu që shtrija krahun tim mbi ty dhe mbulova lakuricin tënde, po të betova dhe hyra në një beslidhje me ty dhe ti u bëre e imja, thot Zoti. Ti u bëre e imja, ashtu që sikur një vajzë bëhet e një burri. Izraeli mjerisht bëhet prostitut. Pse? Bëhet lavire. Si është e mundur ajo? Ezekieli thot 16, kapitulli 16 vargu 2. Bir njeriu, bëj të ditur Jerusalemi gjërat e tija të neveritshme. Lavdia i përket Zotit, jo prostitutes. Këtu është problemi. Kurse Ezekieli 16:14 thot: fama jote u përhap
midis kombëve, të gjithë dëgjun ato se çfarë Zoti kishte bërë në Egjipt me popullin hebrej, dhe ata si ajo Rahaba, ju kujtuat, ajo u kthy dhe pranoi, për shkak të bukurisë sate, sepse ishe përsosur në ndërmjet shkëlqimit tim që të kisha dhënë, thot Zoti Perëndi. Ajo u bë prostitut, u kurvërua për lavdin e saj. Si është e mundur? Pse thot Biblia kështu? Ezekieli 16:15, por ti i besove bukurisë sate, u kurvërua për shkak të famës sate, e derdhe kurvërin tënde mbi këdo që kalonte, andej këndej që donte ta kishte. Një nivel jashtëzakonisht i ulë, idhujtaria e arit dhe argjentit, pra është urdhra e dytë që Zoti e ka shkruar me dorën e vet, që nuk duhet të kemi idhuj të cilit çfarë do lloji dhe nga çfarë do materiali, me çfarë do emër. Ezekieli 16:17 vazhdon kjo love story. Lexojeni tërë këtë kapitull, do të mahniteni. Ezekieli 16:17, ti ke marrë gjithashtu bizhinteritë tua të bukura nga ari dhe argjendi im që të kisha dhënë, dhe ke bërë për vete figura mashkullore dhe ke bërë kurvëri me to. Pse ka bërë? Ju kujto, Zoti i dha hebrejve kur ata dolen nga Egjipti, e dini sa ju urdhëroi fqinjet, ata kur dolen erdhen dhe ju dhuruan jo pak, që mandej mjerisht e bën viqin e artë. Mandej ma vonë në histori, Solomoni bëri martesa me shumë gra pagane. Ju dini që ai ka pas 300 gra e 700 konkubinta, pra që janë shërtore të grave, çka është mjerisht një tmerr i. Dhe Ezekieli 23 vazhdon, emrat e tyre janë Oholahu më e madhja dhe Oholabahu e motra. Ato ishin të mijat dhe linden bi dhe bia. Emrat e tyre janë Oholahu është Samaria, Oholabahu është Jerusalemi. Pra, Samaria dhe Jerusalemi që janë më të afërt dhe më të njohur tani edhe në Vjetën e Re, pra u kurvëruan. Pse dhe si? Ezekieli 23:40 thot, për më tepër ti dërgove të thrasin burra nga larg, të cilëve u dërgua një lajmtar dhe ja ku erdhen. Ti u lave për ta, lyje syt dhe u zbukurove me stoli. Me Asirianët dhe kombet e tjera, Ezekieli 16:26, ti bëre kurvëri me egjiptianët, fqinte tu miqtor dhe i shtrive kurvërit e tua për të më zemruar. Pra, Zoti në mënyrë decisive ka urdhëru që idhujt e popujve tjerë që mos ti besoni, adhuroni, përuleni sepse janë asgjë, sepse nuk janë asgjë. Kjo ishte çështja, në vend që të Zotit të gjallë, jo figurave, pikturave. Ezekieli 16:8 vazhdon ta shpjegon Zoti dashurinë e tij ndaj popullit të tij. Ti bëre kurvëri edhe mes asirianët, sepse ishe pa ngopur, në fakt u kurvërove me ta dhe prap nuk u ngope. Kurvëri me Kananin dhe Kaldean, thotë Ezekieli 16:29, për më tepër i shtove kurvit e tua deri në vendet e tregtarit Kaldan dhe as atëherë nuk u ngope. Një grua kur është shkelëse që është jo besnike ndaj burrit të saj, është një tragjedi shumë e madhe dhe diçka çka i plagos thellë zemrat e njerëzve. Ezekieli 16:32, ti je një grua kur është shkelëse që merr të huaj në vend të burrit tënd, në vend që të më beson mua, ashtu siç ka bërë Mojsiu. Ashtu si që keni bë ju i tërë populli në Egjipt,
derisa ju kam nxjerr me mrekullit, por ju i harruat ato. Ndoti shejtoren e të shtunën. Ezekieli 23:38. Për më tepër, ata më bën këtë. Ka ndotur shejtoren time në të njëjtën ditë dhe kanë përdosur të shtunët e mia. Sepse pasi i kishin vrarë fëmijët e tyre për idhujt e tyre, i kujtohet deri edhe fëmijët, ashtu siç paganët bënin, edhe hebrejët, fëmijët i flijuan, pra duke i vrarë, deri në atë pikë të tmerrshme. Po atë ditë ata hynë në shejtoren time për të përdosur atë dhe pikërisht kanë bërë në mes të shtëpisë sime. Derdhin gjak të pafajshëm, Ezekieli 16:45, por njerëzit e drejtë do t'i gjykojnë sipas mënyrës së kurrëshkelësve dhe sipas mënyrës të grave që derdhin gjak, sepse janë kurrëshkelës dhe gjak kanë në durët e tyre. Nana ka bija, a edhe kjo grua jo moralshme kishte bija. Vargu Ezekieli 16:48 thot, si që është e vërtet që unë e jetoj, thot Zoti Perëndi, as motra jote Sodoma dhe as bitë e saj nuk kanë bërë siç keni bërë ti dhe bijat e tua. Pra, një tmerr i pa kuptueshëm. Do të pini kupën e zemrimit të Perëndis, thot Ezekieli në kapitullin 23 nga vargu 32 deri 34. Kështu thot Perëndia, do të pish nga kupa e motrës sate, e thellë dhe e gjerë, dhe do të përqeshin dhe do të përçmojnë, ajo mban shumë. Do të mbushësh me kupën e motrës sate Samaria. Do të pish dhe do të akullosh, do të thyesh copat e ti dhe do të shyesh gjoksin tënd, sepse unë e fola, thot Zoti Perëndi. Mbretërit do të urrejnë, Ezekieli 16:39. Unë do të jap në duart e tyre dhe ata do të shembin faltorët e tua dhe do të shembin vendet e tua të larta dhe do të zhveshin nga robët e tua të bukura dhe të lënë lakuriç dhe të zhveshur. Problemi i dhujtarisë është një problem shumë i madh. Andaj urdhëra dytë, e cila është jo e kuptuar dhe e pranuar gjë, është e shkëputur për shembull në katekizëm, që është një tragjedi, një pyetje në vete që do të flasim. Shkatrim nga të katër anët, pasoja e mkatit është vdekje, është thyrja, është shkatrim. Ezekieli 7, kapitulli vargu nga 1 deri në 4 thot, fjala e Zotit më erdhi, thot Ezekieli duke thënë, dhe ti o bir njeriu, kështu thot Zoti Perëndi tokës dhe se Izraelit, fundi ka ardhur mbi të katër anët e vendit. Tani fundi ka ardhur mbi ty dhe unë do të dërgoj zemrimin tim kundër teje. Do të gjykoj sipas rrugëve të tua dhe do të shpërblej për të gjitha gjërat e tua të neveritshme. Syri im nuk do të kursej dhe nuk do të kam mëshirë, por do të shpërblej për rrugët e tua dhe gjërat e tua të neveritshme, do të janë midis teje, atëherë do të dish se unë jam Zoti. Në kohën e robërisë Babilonas, si çfarë ka ndodhur me Izraelin? Cilat janë ato gabimet? Ezekieli 8:14 thot, atëherë më çoj, thot profeti Ezekiel, Zoti ja tregon vegimet dhe ja shpjegon situatën. Atëherë më çoj në hyrjen e portës së shtëpisë së Zotit, që është nga veriu. Dhe ja, aty ishin ulur gra që qanin Tamuzin. Gra që qanin Tamuzin. Populli hebre është në robërin
së pari Babilonase, mandej Medo-Persiane. Dhe kush është ky Tamuzi? Tamuzi është zot i ringjalljes Babilonas. Gratë hebreje në vend jo të gjitha, por jo i tërë populli, por një pjesë dërmuese e tij adhuronin Tamuzin, të cilin e adhuronin edhe ata popujt pra Babilonas në ku ata jetojnë. Ju t'i kujtojnë kohën e Danielit. Jeremia 40 vjet kishte prediku që të kthehen, t'i lajnë idhujtarit, por ajo nuk u plotësu, mandej Zoti i dha kohë 40 vjet, mandej erdhen Babilonasit, e shkatrun Jerusalemin dhe i morën rob. Ata tani aty në robëri i harruan ato përvojat e Zotit dhe adhuruan idhujt e popullit ku jetonin. Apo siç është për shembull ja Tamuzin. Ezekieli 8:15 deri 18 thot, atëherë, thot Ezekieli, ai më tha, a e pe këtë o birë njeriu? Kthehuni dhe do të shihni gjërat e neverishme dhe më të mëdha se këto. Vargu 16, atëherë më çojnë në oborin e brendshëm të shtëpisë së Zotit dhe janë në hyrjet e tempullit të Zotit midis portlikut dhe altarit ishin rreth 25 burra me kurrez të kthyer nga tempulli i Zotit dhe fytyrë të kthyer nga lindja që adhuronin diellin nga lindja. Pra burrat në vend t'i luten Zot ashtu siç u shlu Danieli 3 herë në ditë, ata u kthyn nga lindja dhe ashtu siç bënin popujt Babilonas ku ata jetojnë. Njëjtën e adhuronin Tamuzin e jo Zotin Jahve, Jehoven, ai i cili është që është Jezusi, pra Zoti, Ati, Biri dhe Shpirti Shajt. Pra hebrenjët adhuronin ashtu sikur Babilonasit, që adhuronin gjarpërin, adhuronin mbretin apo këtë nëse për sheni ju lutem këtu nga ana e majt, dhe shkopi që është kryqi i faraonit vërtet ja këtu, dhe këtyne i djegin temjan. Temjan që janë lutjet e shejtorve, jo idhujve, do me thanë, derin këtë pik ranë Babilonasit, Egjipta, Izraelitët, që u identifikun plotësisht. Andaj Zoti vazhdon tek Ezekieli 23 dhe thot, dhe më tha, a e pe këto bie njeriu? A është vallë një gjë e vogël për shtëpinë e Judes të kryejë gjërat e neveritshme që ata kryjnë këtu? Sepse e kanë mbushur vendin me dhunë, pastaj janë kthyer për të më zemruar. Çka e zemron Zotin? Idhujtaria më së shumti. Thyrja e të gjitha 10 urdhërimeve, por me urdhëra parë, urdhëra dytë, e në vazhdim mandej të gjitha tjerat. Madje e vën degën në hund. Pastaj edhe unë do të veproj me tërbim, syri im nuk do të kërsej dhe as nuk do të ka mëshirë. Dhe edhe pse ata bërtisin me veshët e mi, me zë të lartë, une nuk do t'i dëgjoj. Vullosja para shkatrimit 2 grupe. Ezekieli kapitullin 9 nga vargu 1, lexojmë. Pastaj bërtiti me zë të lartë në veshët e mi duke thënë, të afrohen ata që do të ndëshkojnë qytetin, secili me armën e tij të dëshkimit në dorë. Vargu 2. Dhe ja ku erdhen nga drejtimi portës së sipërme që shkon nga veriu 6 burra, secili me armën e tij të shfarosjes në dorë. Në mes tyre ishte një burr me rroba prej liri që kishte një kallam shkruesi prej briri në krah, me të arritur ata u ndalen pranë altarit të bronzit. Atëherë lavdia e Perëndisë së Izraelit u ngrit
nga kerubimi, mbi të cilin rrinte dhe u drejtua nga pragu i tempullit. Ajo thiri njeriun e veshur me rroba liri dhe kështu që kishte kallamin prej briri të shikuesit në krah, dhe Zoti tha: kalon në mes të qytetit, në mes të Jerusalemit dhe bëj një shenjë mbi ballin e njerëzve që pshëtin dhe vajtojnë për të gjitha gjërat që kryen në mes ti. Dhe të tjerëve u tha: në mënyrë që unë ta dëgjoj, kaloni në për qytet pas ti dhe goditni syrit tuaj në mes t'i vi keq dhe mos kini mëshirë as pak. Vritni deri në shfarosje pleq të rinj, vigjëresha, fëmijë dhe gra. Filloni nga shejtrorja ime. Kështu ata filluan me pleqt që ishin para tempullit. Dhe tragedia erdhi. E dyta kronikave, kapitull 36, 15 dhe 17 thot: dhe Zoti Perëndia i etërve të tyre u dërgoi paralajmërime me anë të lajmtarëve të tij, duke u ngritur herët dhe duke i dërguar, sepse kishte dhe mëshëri për popullin e tij dhe për banesën e tij. Por ata i tallën lajmtarët e Perëndis, i përçmuan fjalët e tij dhe i tallën profetët e tij. Derisa zemrimi i Zotit u ngrit kundër popullit të tij, derisa nuk pati më zgjidhje. Gjithmonë Zoti jep mëshirë, jep kohë që të kthehemi nga ai. Prandaj ai solli kundër tyre mbretërin e Kaldeasve, i cili vrau të rinjtë e tyre me shpatë në shtëpinë e shejtrores së tyre dhe nuk pati mëshirë për të riun ose virgjëreshen, për të moshuarit ose të doptin. I dha të gjitha në duart e tij. Jerusalemi pra ishte i shkatruar, ta ishin robër dhe harruan kohën e mrekullive të Mojsiut. Tani shkojmë në Vjetën e Re. Jezusi e jep një pasqyre dhe martoi kishën. Si e martoi kishën? Nuk do të identifikoj Babilonin, por do të njihni se kush është nga karakteristikat. Pra, kush është Babilonia, pastor Borni nuk na e thot akoma, do na e thot më vonë në ligjëratat e ardhshme. Efesianëve kapitulli 5, nga vargu 25 dhe 27 thot: ju burra, ti doni gratë tuaja, ashtu sikur se Krishti ka dashur kishën dhe ka dhënë veten e vet për të, që ta shëtroj pasi e pastroj me larjen e ujit me anë të fjalës, që ta nxjerr atë përpara vetes të lavdishme, pa njolla e rrudha ndonjë gjë të tillë, por që të jetë e shajtë dhe e paqërtueshme. Dhe 2 Korintas 11:2, sepse jam xheloz me ju me xhelozi hynore, sepse ju kam fejuar me një burr të vetëm, që t'ju paraqes para Krishtit si virgjëresha të lira. Pra, Zoti e jep martesën, marrëdhënien e ngushtë, marrëdhënien më të afërt që e ka një qenie njerëzore, është martesa. Dhe ashtu siç në martesë jemi me bashortet tona të afërt, më afërt se kush do t'jetë. Pra, as vllau, as motra, as fëmijë, as vajza, as djali, as kush nuk e kemi atë raport siç e kemi me bashortët tonë. Me këtë pasqyre të dashurisë, Zoti thot: unë jam xheloz dhe ju kam feju, ju që t'jeni një virgjëresh e pastër dhe e lirë. Kjo është kisha besimtarët e Zotit në mënyrë metaforike. Por kisha apostazon apo devion, e dyta Thesalonikasve kapitulli 2 vargu 3-4, askush të mos ju mashtroj në asnjë mënyrë, sepse ajo ditë nuk do të vi pa ardhur më parë rënja dhe pa u zbuluar njeriu i mkatit, biri i humbjes,
që kundërshton dhe lason veten dhe mbi çdo gjë që quhet Perëndi ose që adhurohet në mënyrë që të ulet si Perëndia në tempullin e Perëndis, duke treguar veten se është Perëndi. Tani vim te Babilonia moderne, meqense edhe kisha apostolike, ashtu si që Jezusi e dha dhe apostujt e mbajtën, mjerisht devijoj, Jezusi e paralemron. Një prostitut përfaqëson një kishë të rënë, e cila është protagonistja kryesore e historisë. E tani shkojmë te point, vërtet kulmi i tërë asaj që është Zbulesa 17, lexojmë nga vargu 1. Atëherë, një nga të 7 engjujt që kishin 7 kupat erdhi dhe foli me mua duke më thënë: Eja do të tregoj gjykimin e prostitutës së madhe që ulet mbi shumë ujëra. Tani Gjoni në fund të Biblës, me cilën Bibla edhe përfundon, shem emri prostitutës është Babiloni. Kush o ky Babiloni? Nuk o Babiloni kulla, mandej as mbretëria Babilonase tek Danieli, po kemi një Babiloni tjetër, që është Babilonia moderne, e cila Zbulesa 17:5 thot, dhe në ballin e saj, e kësaj lavire, prostitute, ishte shkruar një emër, mister Babilona e madhe, nëna prostitutave dhe neverive të tokës. Ajo ulet mbi ujra, që do të thotë se ajo sundon mbi të. E ullur mbi ujra, sundon mbi të. Okay. Kjo është lavirja vesh në të kuqe, dhe sundimi ose kontrolli saj është global dhe mbar botror. Kurse Zbulesa 17:15 thot, pastaj më tha, ujra që pe, Zoti kur e tregon ligimin a e jep edhe shpjegimin. Ujra që pe, kur ri ullur prostituta, janë popujt, turma, kombe dhe gjuhë. Pra, nuk është kulla Babilonit, nuk është asë mbretëria të Danieli, po tani është një sistem tjetër, një prostitut, kush është kjo? Është mbar botrore, kombe, gjuhë dhe popuj. Ajo kur vrohet me mbretërit e tokës, një kish e përfshirë me fuqit politike të botës. Ja, kjo është përgjigja e saktë. Zbulesa 17:2 thot, me cilën mbretërit e tokës kryen kurvëri dhe banorët e tokës u dehen me verën e kurvërimit të saj. Ajo është nëna, kështu që duhet të ketë bija dhe bi, të cilat gjithashtu duhet të janë Babilona, sepse ato janë fëmijët e nënës së saj. Pra, e veshur në të kuqe, dhe ashtu si nëna edhe bia dhe ka gotën, dhe bëri kurvëri me mbretërit e dhëut. Pra, lavira apo Babilona, nëna e të gjithë lavirave. Kurse Zbulesa 17:5 thot, dhe në ballin e saj është shkruar, këtu në ballin e kësaj Babilone, një emër, mister, Babilona e madhe, nëna e lavirave dhe neverive të tokës. Nëna, pra piknisja, zanafila, prej nga vinë. Ajo ju jep verë të gjithë kombeve. Këto që se jem të gjithë të përfshirë. Janë njerëzit e vedishëm, a nuk janë, kjo është realiteti që duhet kuptu. Dhe kjo lavire është e ullur mbi dragojnë, mbi bishën, e cila ka një trup, i ka 7 kokë dhe mbi kokë janë me brit e tyre. Pra lavira dhe bisha janë së bashku, bëjnë të njëjtën punë. Ajo është e pasur dhe ngjyrat e saj janë të purpurta dhe të kuqe, të ndezur, jo blu.
ngjyra blu është ngjyra hynore, kurse e kuqe është e anmikut, i cili derdh gjak. Dhe është plot me neverit e saj. Gruaja ishte veshur me të purpurta, të kuqe të ndezur dhe stolisur me ar, gur të çmuar dhe perla, duke mbajtur në dorë një kup të artë plot me neveri dhe ndyrësirat e kurvrisë së saj. Ajo ka një histori vrasje të popullit besnik të Perëndis. Dhe zbulesa që do të flasim vazhdim në këtë serial, 17:6 thot, e pash gruan të dehur nga gjaku i shejtorëve dhe me gjakun e martirëve të Jezusit, dhe kur e pash u mrekullova me habit të madhe. Kjo nuk është gjë e thjesht, nuk është film vizatimor, nuk është një histori, po është e Biblës, e fjale e Zotit. Jezusi ka thonë, hulumtoni shkrimet sepse ato dëshmojnë për mua. Andaj, historia është duke u përsëritur të dashurit ton, dhe Babilona, Laviria, e ka plot gotën me neveri. Dhe Gjoni thot u habita shumë. Çfarë ka në këtë gotë? Do të flasim në vazhdim të këtij seriali. Po interesant që edhe anmiku ka lajmin e trefisht të zbulesa 16:13 dhe pash, thot Gjoni, të dilte nga goja e dragojit, nga goja e bishës dhe nga goja e profetit të Rem, 3 fryma të ndyra që u ngjanin mbret kocave. Sepse në fakt janë frymat e demonëve që bëjnë mrekulli, që shkojnë te mbretërit e dheut dhe të gjithë botës, t'i mbledhin për luftën e ditës së madhe të Perëndisë plotfuqishëm. Pra kjo do të përsëritet në të ardhmen e shumë afërt dhe ne duhet të jemi gati. Njësoj si prostituta, bijat dhe mbretërit. Zbulesa 16:19 thot, qyteti madh u nda në 3 pjesë dhe qytetet e kombeve ranë. Babilona e madhe u kujtua para Perëndis për t'i dhënë asaj kupën e verës së tërbimit të zemërimit të tij. Mbretët e dheut do të urrejnë atë. Zbulesa 17:16 thot, dhe 10 brirët që pe mbi bishën, këta do të urrejnë prostitutën, do të bëjnë të shkret dhe lakuriq, do të hanë mishin e saj dhe do të djegin me zjarë. Pra, kjo prostitut që e pam pak ma herët, ja kjo, bisha në cilin është ullë, në fund bisha prostitutën do e shkatroj dhe do hanë mishin e saj. Andaj të dashurit tonë. Okej, dhe tani vazhdojmë edhe në fund. Zbulesa 18:1-5 thot, dhe pastaj këtyre pash është fundi, se në kapitullin 19 Jezusi ka ardhur dhe ka përfunduar çdo gjë, koha e vështësive, vulat dhe çdo gjë. Pastaj pas këtyre pash një engjëll tjetër që zbriste nga qielli, që kishte pushtet të madh dhe u ndriçua nga lavdia e tij. Ai bërtiti me forcë dhe me zë të madh, duke thënë: ra Babilonia e madhe, dhe u bë vend banimi demonëve dhe strehe çdo fryme të ndyrë dhe strehe çdo shpendi të ndyrë dhe të neveritshëm. Sepse nga vera e zemërisë së kurvrimit të saj kanë pirë të gjithë kombet dhe mbretërit e dheut u kurvruan me të dhe tregtarët e dheut u pasëruan për shkak të luksit të saj të shfrenuar. Dhe dëgjova një zë tjetër, thot Gjoni, shkruan në zbulesë në fund, nga qielli që thoshte: dilni prej saj o popullim, që të mos bëheni pjesëtar të mëkateve të saj dhe mos merrni nga plagët e saj, sepse mëkatet e saj janë grumbulluar dhe kanë arritur deri në qiell, dhe Perëndia kujtoi pavësitë e saj. Është thirrja e fundit që Jezusi na ofron edhe na thret:
dilni o populli im nga Babilonia, a do dalim nga Babilonia, nga sistemi religios dhe politik, që nuk përshtatet me Bibel, që nuk i përfillet Biblës, që është kundër asaj duke jep religionin ashtu si që don ajo, me meritat e jo me mëshirën e Jezusit. Pra, pastaj dëgjova njerëz tjetër nga që dilni prej saj popullim dhe mos të merrni, pra që nga i njëjti varg, okay? Sepse nga vera e Medis së kurvrimit të saj kanë pirë të gjithë kombe dhe mbretërët e dheut u kërvëruan me të dhe tregtarët e dheut u pasëruan për shkak të luksit të saj të shfrenuar. Thirrja e fundit, zbulesa 18:4. Dilni nga jo populli im, na fton Zoti jon, që mos të bëni pjesëtar të mëkateve të saj dhe mos merrni nga plagët e saj. Perëndia ka një mbetje që ishte besnike, ndërsa prostituta bënte punën e saj. E kjo është zbulesa 12:1. Një shenjë e madhe u çfaq në qiell, një grua e veshur me diellin me hënën në këmbët e saj dhe mbi kokën e saj një kuror me 12 yje. Ja, kjo është e bukura, gruaja, e cila ka fustanin e bardhë. Kush është kjo gruaja? Është një mbetje, është kisha, është bashkësia e Zotit, e cila i mban të gjitha urdhërimet duke përfshi edhe ditën e 7, ditën e shtune, që është problematike për shumë njerëz, është keq kuptu, duke mendu që Jezusi ka shkëput, por Biblia nuk e thot ashtu. Besimin e 12 apostujve, dhjatën e re dhe 12 profetëve, dhjatën e vjetër, me fustan të bardh, me kuroren, pra, me pastërtin e besimit biblik, ashtu siç ka pas Zoti popullin e tij besnik për gjatë tërë. Adresa jonë, Bashkia Adventiste ditës 7, Buja Roka 61, Gjakov, është telefoni dhe Viber, WhatsApp. Na i presim pyetjet e juaja, sugjerimet e juaja, kërkesa për lutje. Ju lutem mos hezitoni, ju mirë presim, Zoti ju bekoft dhe mirë dëgjofshim herën e ardhshme.